Më shumë se Margarita s'do të fliste asnjë titull për një dokumentar që sjell rrugëtimin e një jete të rrëfyer prej vetë asaj, protagonistes së gjithëanshme të filmit. Regjisori Kujtim Gjonaj, fjalë pak pasi ka dashur të lërë filmin e tij të flas, zgjedh të thotë se dashuria është ajo që ka mbisunduar gjithçka në periudhën e gjatë të realizimit të filmit. Në këtë film ka shumë dashuri. Është dashuria e gjithë juve që jeni këtu në sallë dhe të tjerëve që janë jashtë kësaj salle për këtë zonjë të madhe dhe të nderuar që quhet Margarita Xhepa. Nga skena ku ka shkuar një jetë, veç sheshgjërimeve të shumta të filmave, aktoreja Margarita Xhepa, ndërsa në sa gjendeshin miqtë e një jete të saj dhe realizuesve të dokumentarit, s'kish pse t'i fshinte emocionet. Jam shumë emocionuar që jam pikërisht në këtë skenë që kam një jetë të tërë. Skena ime dashur. Dhe aq më tepër jam përpara jush. Ju falenderoj shumë që keni ardhur. E them këtë sepse ne aktorët jemi partnerët, por nuk harrojmë që një nga partnerët kryesor është dhe spektatori, jeni ju. Ka qenë një gëzim i bukur brenda nesh kur kemi interpretuar me sallën plot. Edhe një herë mirënjohje. Dokumentari Margarita është fryti një skenari sigluar nga Angelina Xhara, realizuar me mjeshtëri nga kineasti Kujtim Gjonaj, që jo më kot pati premierën këtë vit kur aktoreja Margarita Xhepa kremton 80 vjetorin e saj të lindjes.